Ju përshëndes nga edicioni qendror informativ. Jemi bashk në këtë edicion për të ndarë zhvillimet kryesore e më gjerësisht me to. Është mbledhur në ambientet e prefekturës së Qarkut Vlorë, Komiteti për Menaxhimin e Sezonit Turistik. E pranishme zëvendës Ministria e Turizmit Marinela Prifti theksoi se objektiv mbetet zgjatja në kohë e sezonit turistik, duke shkuar drejt turizmit gjithvjetor. Është mbledhur në ambientet e prefekturës së Qarkut të Vlorë Komiteti për Menaxhimin e Sezonit Turistik, në drejtimin e prefektes së Qarkut Vlorë Evi Sallushi dhe me prezencën e zëvendës Ministres së Turizmit Marinela Prifti është diskutuar mbi menaxhimin e sezonit turistik dhe marrjen e masave për mbarvajtjen e tij. Në fjalën e saj, zëvendës Ministre e Turizmit Prifti u shpreh se objektivi është që sezoni turistik të zgjatet në kohë duke shkuar drejt turizmit gjithvjetor. Sipas saj, në 3 muajt e parë të këtij viti krahasuar me një vit më parë, ka mbi 11% rritje të numrit të turistëve. Kjo rritje sipas saj vendos institucionet në përgjegjësi për të menaxhuar siç duhet sezonin veror. Janë zgjeruar muajt e sezonit turistik, fillon pak më përpara dhe mbyllet pak më vonë. Gjë që është në favorin e të gjitha bizneseve të cilat janë përfshira në sezonin turistik dhe është një nga objektivat që ne kemi si ministri, pra që të kemi jo vetëm një sezon turistik veror më të zgjatur, por të kemi një turizëm gjithvjetor ose 365 ditë turizëm. Gjë që vendi ynë për shumë arsye na e ofron. Strategjia jonë është ndërtuar e tillë që ne të kemi një sezon 365 ditë. Ne kemi pasur numra shumë pozitiv, cilat edhe i kemi anoncuar her pas here dhe në kanalet tona. Në 2025 kemi pasur rreth 12.5 milion vizitor dhe po ashtu kemi publikuar edhe shifrat e marsit të 2026-ës dhe po të krahasojmë marsin 2025 me marsin 2026 kemi pasur një rritje prej 11% më shumë vizitor turist në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo na vë përpara një përgjegjësie akoma më të madhe. Sigurisht që shifrat na kënaqin, por edhe na obligojnë në të njëjtën kohë për të qenë më të përgjegjshëm, për të menaxhuar më mirë sezonin turistik dhe për të qenë në atë vijën e parë që kush vjen në territorin e Republikës së Shqipërisë si vizitor të jetë sa më i kënaqur me shërbimet, me natyrën që vendi ynë ka, me sigurinë, me çdo element që i takon një turisti që të ketë për të qenë të ndjerë i sigurt dhe i shërbyer me cilësinë e duhur në të njëjtën kohë. Gjithashtu kemi pasur edhe një zgjerim të hartës nga vendet që ne presim vizitor, më përpara kemi qenë me një turizëm më të zhvilluar në vendet e rajonit, ndërsa sot kemi vizitor dhe shifra më të larta nga vende të tjera europiane, si Spanja, si Gjermania, Franca, Britania e Madhe ka pasur shumë rritje, dhe kjo na tregon që ne duhet jemi më të përgjegjshëm për të ofruar edhe një shërbim sa më cilësor ndaj turistave që vinë. Prefektja e Qarkut të Vlorës Evi Sallushi thotë se qëllimi i mbledhjes së komitetit është rritja e bashkëpunimit mes institucioneve për menaxhimin e sezonit veror. Ajo thekson se çdo institucion duhet të përmbush detyrat që ka, pasi do të jetë në monitorim të vazhdueshëm. E prerë në fjalën e saj, Sallushi ju drejtua institucioneve duke u kërkuar të jenë në terren pranë çdo pushuesi, pasi në të kundërt, për mos përmbushje të detyrave do të raportohen në qeveri dhe Ministrinë e Linjës. Ka si qëllim kryesor koordinimin ndërinstitucional për garantimin e një sezoni të suksesshëm, të sigurt dhe cilësor. Roli ynë është të sigurojmë një bashkëpunim sa më efektiv midis të gjitha institucioneve dhe të monitorojmë zbatimin e detyrimeve ligjore në territor. Bashkitë e Qarkut të Vlorës mbajnë një përgjegjësi kyçe, veçanërisht në drejtim të pastrimit, menaxhimit të mbetjeve, organizimit të hapësirave publike, parkimeve dhe garantimit të rendit në zonat turistike. Gjatë këtij muaji nga Agjencia e Bregdetit është zhvilluar procesi i aplikimeve për stacionet e plazhit, një element thelbësor për mbarvajtjen e sezonit. Është e rëndësishme që ky proces të përmbyllet në kohë, me transparencë dhe në përputhje me kuadrin ligjor, duke shmangur mbi vendosjet dhe problematikat në terren të shfaqura në vitet e kaluara. Njëkohësisht, çdo institucion duhet të ketë marrë masat përkatëse. Policia e Shtetit për sigurinë dhe menaxhimin e trafikut, Agjencia Kombëtare e Ushqimit për kontrollin e sigurisë ushqimore, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit për ndalimin e ndërtimeve pa leje, Agjencia e Bregdetit për menaxhimin e vijës bregdetare, tatimet për luftën kundër informalitetit, institucionet mjedisore për mbrojtjen dhe kushtet e përshtatshme të mjedisit. Institucionet që sapo përmenda do të jenë në monitorim të vazhdueshëm nga institucioni i prefektit për përmbushjen e detyrave të ngarkuara dhe çdo neglizhencë do të raportohet në Ministritë e Linjës si edhe në Kryeministri, mbështetur në përgjegjësitë në kryerjen e detyrës së institucionit të prefektit të Qarkut.
Suksesi e sezonit turistik varet nga bashkëpunimi ynë konkret dhe përgjegjësia institucionale. Është momenti që secili prej nesh të përmbush detyrimet në kohë dhe me standardet e kërkuara. Që institucionet përkatëse, duke filluar nga drejtuesi dhe deri te punonjësi më i thjeshtë, të jenë në terren, aty ku është problemi, ku është pushuesi, ku e kërkon më e mira për imazhin e qyteteve të qarkut tonë. Juftojmë që të gjithë së bashku të intensifikojmë bashkëpunimin dhe të raportojmë në mënyrë periodike mbi ecurinë e masave, në mënyrë që të garantojmë një sezon turistik dinjitos për qarkun e Vlorës, të cilin ua kemi detyrim qytetarëve të qarkut, por edhe mira pushuesve që zgjedhin qarkun ton për të kaluar pushimet verore. Mbledhja e Komitetit të Menaxhimit të Sezonit Turistik Vlorë i Mar vjen në prag të nisjes së sezonit veror, ku Vlora pritet të jetë një ndër qytetet më të preferuara për turistët. Në mbledhjen e Komitetit të Menaxhimit të Turizmit janë ngritur dhe disa shqetësime sa i përket menaxhimit të hapësirave publike në plazhe, mosndarja e tyre në kohë nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, si dhe mungesa e vendqëndrimit të anijeve turistike. Përgjatë mbledhjes së Komitetit të Menaxhimit të Sezonit Turistik janë ngritur dhe disa shqetësime për sa i përket menaxhimit të tij apo problematikave të mbartura. Elidon Çela, drejtuesi i Policisë së Qarkut Vlorë, po se nga pikpamja e sigurisë sezoni vitit kaluar ishte një histori suksesi. Por sipas Çelës, edhe për këtë vit problem mbetet zaptimi i hapësirave publike në plazhe dhe mosndarja e tyre në kohë nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, çka nxit konflikte dhe shkakton problematika. Nga pikpamja e sigurisë, sezoni i vjetshëm ishte një histori suksesi. Nuk ka patur asnjë gjëra të rëndë me impakt për pushuesit dhe banorët. Është menaxhuar shumë mirë dhe është garantuar siguria e pushuesve dhe banorëve në qarkun e Vlorës. Siguria rrugore ka qenë një prioritet dhe vazhdon të jetë edhe për këtë vit, duke marrë masa si me shtimin e prezencën të strukturave të policisë, por edhe me përdorimin e mjeteve inteligjente për monitorimin dhe parandalimin e shkeleve në fushën e qarkullimit rrugor. Menaxhimi dhe monitorimi i zhurmave të shkaktuara nga ndotja akustike ka qenë një prioritet tjetër dhe mendoj që këtë problematik ndër vite e kemi futur në rrugë ligjore dhe tashmë ka një bazë ligjore të plot dhe 10 është menaxhuar dhe orari 24:00 i lejuar zbatim të ligjit për këtë fenomen është zbatuar me rigorizitet për gjatë gjithë vijës bregdetare dhe në zonat me frekuentim të lartë. Aktualisht, Policia e Vlorës është duke përgatitur plane masave të veçantë për garantimin e rendit të sigurisë për sezonin turistik, në zbatim dhe të programit të punës të Drejtorisë Përgjithshme të Policisë Shtetit, duke u fokusuar së pari në shtimin e prezencës së policisë në gjithë zonat turistike, por jo dhe vetëm zonat turistike, por në gjithë zonat me frekuentim të lartë nga pushuesit, atraksionet e veçanta turistike në gjithë territorin. Siguria rrugore, siç e thash, vazhdon të mbetet prioritet. Prezenca e policisë alternuar dhe me përdorimin e mjeteve teknologjisë ka për qëllim jo vetëm garantimin e rendit dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale, por edhe për të qenë aty të gatshëm për të dhënë ndihmë për çdo situatë emergjente dhe nevojë për pushuesit. Problematik që kemi konstatuar nga viti i kaluar është zona e hapësirave publike, sidomos në zonat e plazheve dhe mosmandarja e moslidhja në kohë e kontratave nga Agjencia e Bregdetit për stacionet e plazhit, çka linte vend për abuzim nga subjekte të ndryshme që t'i përdorin këto hapësira në mënyrë abuzive. Do qëndrojmë fort në këtë drejtim dhe këtë vit dhe do marrim masa për të çdo hapësirë publike destinuar për përdorim publik nga pushuesit dhe qytetarët, duhet të takojë atyre dhe ne do marrim masa të karakterit administrativ por dhe penal në këtë drejtim. Përfaqësuesja e Drejtorisë së Kufirit dhe Emigracionit në fjalën e saj thekson se sezoni veror kërkon bashkëpunim institucional për garantimin e sigurisë portuale të pushuesve. Ajo shton se është tepër e rëndësishme dhe përgatitja e infrastrukturës së nevojshme për tur operatorët turistik. Për shkak të një sezoni të ngarkuar, ajo tregon se ngarkesë ka edhe në punonjësit e strukturave ligjzbatuese. Aktualisht ka përpiluar plane masash për mbajtjen e sezonit turistik. Kemi planifikuar javën e ardhshme të zhvillojmë një takim me gjithë subjektet operatorë turistik që mbulohen në qarkun Vlorë, ku kemi disa shqetësime që lanë vend nga viti i kaluar, pjesa e bregëzimeve, korridoret ujore,
Zona e Karaburunit është një zonë me risk të lartë për qytetarët, për pushuesit dhe turistët, për shkak se ka një dyndje tepër të lartë dhe këtu ne si institucion kemi hasur vështirësi, duke qëndruar gjithkohën domethënë me orare të zgjatura në shërbim qytetarëve. Shpresojmë që këtë sezon të përmirësojmë akoma më mirë punën tonë. Faleminderit Kreujit, operatorëve të turizmit detar, ka qenë shumë bashkëpunues, paktën me mua personalisht. Jemi të kënaqur nga sezoni i vjetshëm, por ka akoma problematika që duhet t'i përmirësojmë. Një nga këto është edhe pjesa e korridoreve hyrëse dalse në zonën e Vlorës, sepse jo të gjithë i zbatojnë dhe respektojnë pikat hyrëse dhe dalse që janë të miratura. Ervis Hoxha, tur operator turistik dhe kryetari i shoqatës së anijeve turistike, thotë se problematikat në sezonin turistik janë të shumta. Sipas tij, tur operatorët nuk kanë ende asnjë informacion se ku do të qëndrojnë anije turistike dhe ku do të operojnë këtë vit. Ai shton se ka pasur probleme me sigurinë portuale, ku shpesh nuk janë lejuar të zbriten pasagerët, si dhe një problem i mbartur ndër vite, mbetet furnizimi me ujë dhe energji elektrike për anije turistike. Duke ditur që të tërë drejtuesit të mjeteve ujore nuk është se janë të trajnuar apo të aftë për bizneset apo për profesionin që ata bëjnë. Dhe problematikat, siç e thash, janë të shumta. Ajo që ne kërkojmë është bashkëpunimi me institucionet, me kapitenerinë, portin, kufirin, që sezoni të jetë sa më i sigurt dhe mbarvajtja e sezonit të jetë sa më e mirë. Problematikat që kemi ne si anije turistike apo si tur operator, aktualisht ne nuk kemi një informacion se ku do të operojnë anije turistike apo se ku do të punohet me anije turistike. Duke qenë se sezoni turistik ka filluar dhe lundrimet kanë nisur në portin e Vlorës, nuk dim se ku do operohet ose nuk dim me kë do bëjmë kontrata. Para disa ditësh patëm një lundrim me një anije, edhe kemi patur probleme me sigurinë portuale. Nuk na lejonte që të bënim zbarkimin apo embarkimin e pasagjerëve. Do të donim një informacion sa më të shpejt për të ditur se ku do të operojnë anija turistike. Sezoni veror gjithashtu kërkon një punë më të madhe nga institucionet, pasi shumë problematika rëndojnë mbi operatorët turistik. Probleme këto, të cilat janë të mbartura ndër vite dhe ende nuk janë zgjidhur. Vjojmë Tiranë zhvillim me tregu i madh në Vlorë drejt zhvendosjes, edhe pse ende nuk është përcaktuar një vend i ri ku do të sistemohen tregtarët. Shqetësimi për Blu Televizion përcillet nga vetë tregtarët, shumë prej të cilëve punojnë në këtë treg prej 15 apo 20 vitesh, duke e pasur si të vetmi burim jetese. Tregu i madh në Vlorë është drejt zhvendosjes, por ende nuk është përcaktuar një vend i ri ku do të sistemohen tregtarët. Shumë prej tyre punojnë në këtë treg prej 15 apo 20 vitesh, duke patur si të vetmi burim jetese. Tashmë ata nuk e dinë se ku do të vijojnë aktivitetin e tyre. Në intervistat e dhëna për Blu Televizion, tregtarët tregojnë se pak ditë më parë janë njoftuar nga punonjësit e policisë bashkiake se duhet të largohen, por pa ju dhënë asnjë zgjidhje konkrete se ku do të tregtojnë. Ata e shohin situatën me shqetësim të madh. Ndërsa nuk janë kundër rikonstruksionit të tregut aktual për shkak edhe të kushteve, tregtarët kërkojnë një zgjidhje nga Bashkia e Vlorës. Sipas tyre, deri më tashmë nga Bashkia nuk është ofruar asnjë alternativë, duke i lënë në pasiguri dhe duke rrezikuar t'i nxjerrë në rrugë. 24 vjet. Këtu. Kështu kanë qenë kushtet e tregut gjithmonë. Jo, në. Kur zgjedh bukën dhe kushtet, do kërkosh bukën. Neve u kemi kërkuar që ta rregullojnë tregun, po jo të braktisemi. Po, na thënë që të hënën ju jeni lajmëruar për të larguar si? Shkoj një hënë, mase do jetë larg dhe kjo tjetra. Dhe ju kanë ardhur? Është lajmërim i fshek, mund të themi, jo i rregullt. Ne kemi një përgjegjëse që na faturon. Po. Kemi një drejtor që na mbulon. Dhe lajmërimin ne duam të largohemi. Për shembull, po, do iki që këtu dhe do vete këtu. Ku do veni? Kjo është ideja, ku do shkojmë? Jo vetëm ku do shkojmë, po tregu është në funksion të popullit. Në qoftë se do diskutohet gjëja, të vemi në jalli, atje ka vetëm mushkonja, njerëz nuk ka. Gjithsesi, nuk e dim çfarë deri ku dhëmb kjo thik që ngullet në popull. Unë bëj 26 vjetë.
Këtu ke qenë gjithmonë. 26 vjet. Këtu erdha, këtu kalova rinin, këtu po kaloj dhe pleqërin. Tashti, çfarë them unë? Si ka qenë kushtet kështu ka qenë Tashti, për kushte ne këtu jemi ushqyer, nuk mund të themi që qyshet me punën që kemi. Këto kohët e fundit dhe kanë rënë çik çmimet edhe tregu. Jo do ikim, jo s'do ikim. Çfarë të them unë tashti? Ju kanë sinjalizuar më thënë Po, na kanë thënë që do ikim, po vendi nuk është caktuar, ne duam vetëm një vend. Duam nga bashkia që si erdhi ai zotëria, i erdhi me norma, me shumë kulturë, me shumë edukat, na tha që do ikni, deri të hënën e duam të liruar tregun. Por i tham, mirë që do ikim, po ku do shkojmë? Çfarë ju thanë? Duam një vend që të shkojmë, nuk kemi informacion për këtë pjesë. Kaq. Ne një vend duam. Faleminderit. Ashtu se jemi në një moshë tashti që nuk mund të vemi në punë tjetër edhe duhet pasaj të buka jemi, nuk jemi se qysh kërkojmë ndonjë konditor, po ndonjë komoditet më të madh, të buka jemi ne. Zoj, sa vite ke që punoni në këtë treg? Kam 14 vjet. Punoni ditë për ditë. Ditë për ditë. Në diell dhe në shi. Në diell, në shi, në ftohtë. Këtë kemi zgjedhur. Kjo është mundësia jonë. Por është bërë pa durueshme. Sepse e para punës njerë politika po bëhet që tregu ka ikur, njerëzit po largohen, kur vina biten e thonë këtu jini. Tjetër pastaj na thonë për të ikur. Ku do vemi? S'kemi zgjidhje. Më thanë që ju kanë sinjalizuar dy veta për të larguar. Po, 2 policë bashkie. Po, dhe çfarë ju thanë dhe çfarë zgjidhje ju dha? Asnjë fjalë tjetër, të hënën nuk do të jeni më këtu. Erdhëm të hënën, si normalisht, asnjë se reagoi, asnjë se erdhi. Ka ardhur punojësja e bashkisë mbas 2 dite, të martën, dhe ka thënë që inxhinieri më tha që e dua të lirë hapësirën. Ju thanë ku do të shkoni? Jo, absolutisht jo. Çfarë pune ose çfarë të ardhure keni tjetër ju në shtëpi përveç kësaj? Puno atje, edhe bjerë këtu. Jam nga ushtima, prodhoj vetë, shes vetë. Jeni ushtima? Po. Vi çdo ditë? Çdo ditë. Kosto rrugë të gjitha? Po, patjetër kosto rrugën, kemi makinë, se pa makinë nuk vin dot. Kështu që. Faleminderit. Kjo është situata dhe neve duam një zgjidhje, duam një vend. Ata mund të bëjnë këtu çfarë të duan, por të na zgjidhin atë. Faleminderit. 13 vjet. 13 vjet ditë për ditë këtu? Bashkë me djalin ditë për ditë, mbajmë shtëpinë. Diell shi këtu? Këtu. Ditë për ditë. Kjo është edhe një mundësi që ju mbani familje? Po, s'kemi asnjë parë. Më thanë që kanë ardhur për t'ju lajmëruar që do të. Po, kanë ardhur, na thanë për të hënë, e hëna kaloi deri tani s'ka njëri. Erdhën një 3 të bashkiakës, djem të ri. Dhe ku do të shkoni? Çfarë ju Nuk thanë? tham ku do vemi, ne zbatojmë urdhrin. Nuk ju thanë asgjë. Nuk na thanë asnjë alternativë. Pension s'kemi dalë, ne këtu shjem. Si do t'ja bëni nëse nxjerri? Ku do shisni? Çfarë do bëni? As vetë se dim. S'jemi mosh për ndonjë shtëpi. S'kemi çfarë të ushqemi, s'kemi asnjë të ardhur tjetër. Unë jam bashkë me djalin. Djali është mosha jote. Tregu i madh në Vlorë është përfolur shpesh për rikonstruksion, por tregtarëve që kanë si të vetmi burim jetese nuk është ofruar asnjë zgjidhje se ku do të vijojnë punën. Ata e shohin të ardhmen e tyre me mjaft shqetësim. Pas ngjarjes së 2 ditëve më parë, kur një qeni racës Pitbull kafshoi një të mitur, avokatja Adriana Kalaja ka mbritur sot në prokurorinë e Vlorës për të denoncuar Bashkinë Vlorë dhe Zyrën e Veterinarisë për keqtrajtimin e kafshëve dhe mungesën e planit për menaxhimin e situatës sipas saj. Ngjarja e rëndë ndodhur të martën në Vlorë ku një qeni i racës Pitbull kafshoi një të mitur vijon të ngre shqetësime mbi fatin e kafshëve. Shëndeti vajzës fatmirësisht i stabilizuar e tashmë dal nga spitali, mirë po fati kafshës që ende bashkia e mban në hije, edhe pse sipas burimeve thonë se qeni është vrarë, ka bërë që reagimi i shoqatave për mbrojtjen e kafshëve të jetë i fortë. Avokatja Adriana Kalaja është gjendur sot në prokurorinë e Vlorës për të denoncuar Bashkinë Vlorë dhe Zyrën e Veterinarisë për keqtrajtimin e kafshëve dhe mungesën e planit për menaxhimin e situatës. Kam ardhur për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në qytetin e Vlorës para 2 ditëve, ku një qenush, vetëm 4 muajsh,
përflitet, sepse nuk kemi asnjë provë konkrete nga institucionet përgjegjëse që ka sulmuar një vajzë 4 vjeçare. Dua ta theksoj faktin që për ne kafshëdashësit ka shumë rëndësi që fëmia është mirë, gëzon shëndet të plot dhe sipas raportit të mjekëve, për cilën fakt kam informacioni që po përpiqet të manipulohet, si edhe propaganda gjatë gjithë këtyre ditëve, është që lëndimet janë sipërfaqësore dhe nuk ka asgjë serioze në trupin e fëmijës. Shikoni domethënë se çfarë propagande bëhet kundra një qenie të pambrojtur, sepse është shumë shpejt për të thënë ne se kush është fajtori i gjithë kësaj historie dhe për këtë ligji ka përcaktuar organet ligjzbatuese se kush e provokoi ngjarjen, çfarë ka ndodhur dhe kush janë masat që kanë marrë institucionet përgjegjëse, të cilët paguhen për të parandaluar situata të tilla dhe për të mos shkuar në rastin ekstrem, që ne kemi informacion që është po i njëjti veteriner i cili ka ekzekutuar në mënyrë të palishme, pa protokoll, një qenush 4 mujorsh, që sipas provave që ne i disponojmë, ka qenë shumë misor, nuk ka kryer kur veprime agresive dhe mbi të gjitha po tentohet të manipulohet e gjithë ngjarja, jo thjesht për t'i dhënë rëndësi një ngjarje të tillë, por sipas informacioneve që kam, e gjithë ngjarja po manipulohet me qëllim për të justifikuar abuzimet që janë bërë me fondet e qenve endacak, fondet të cilat në fakt jepen për vaksinim dhe sterilizim, fonde që jepen në fakt që bashkia të ketë dhe një shelter ose një streh për qenë e rrugës dhe qoftë ne si kafshëdashës, po edhe opinioni publik është i mirë se ardhur në këtë rrugë, sepse as ne si kafshëdashës nuk duam që qenë e rrugës të jenë të pangrën, të jenë të pavaksinuar dhe të jenë të pa trajnuar në raport me sjelljen ndaj publikut. Sipas Kalas, shëndeti i fëmijës dhe i qytetarëve është parësor, por zgjidhja nuk mund të jetë vrasja e kafshëve, e sidomos në rastin kur kafsha nuk paraqet rrezikshmëri në vazhdimsi. Fondet e konsiderueshme që shpërndahen për vaksinimin dhe sterilizimin e kafshëve, ndërsa në terren bashkia nuk kryen asnjë funksion. Unë mendoj që e gjitha kjo është një narrativ e keqe, një narrativ e pisët në fakt, për të manipuluar opinionin publik se qenët janë e keqja sot për Vlorën dhe jo faktorët e korrupsionit dhe të abuzimit me fondet e tyre. Kallëzimi që unë do bëj sot ka të bëjë me kryetarin e bashkisë Bruna Mersini, ka të bëjë me veterinerin Sokol Voshtina i cili ka kryer aktin, por edhe me drejtoreshën e bujqësisë pranë institucionit dhe me një person tjetër me emrin Ardi Peculi, të cilët në fakt, përveç se e kanë pranuar që kanë kryer veprën penale, duhet na tregojnë dhe çfarë ka ndodhur me mira e mira qenë endacak, për cilët në fakt i paguajmë ne nga taksat tona. Pra, ky është problemi që unë kam me zbatimin e ligjit dhe për ta theksuar dhe një herë, nuk vëm ne kafshëdashësit asnjë moment kafshët përpara njerëzve, por një shtet i përparuar thuhet se shikohet se çfarë qasje kanë ndaj kafshëve. Kalaja thot se ka dyshime për abuzime me fonde dhe detyrën ndaj kallëzimit në prokurit do ta ndjek me prioritet, për t'i dhënë zgjidhje qoftë sigurisë së jetës së njerëzve, por edhe jetën e kafshëve. Qendra Kulturore e Vlorë organizon çdo muaj aktivitete të larmishme, sipas drejtueses së saj Angela Kaplani, por prilli është muaji i fundit i aktiviteteve në ambientet e Pallatit të Kulturës, pasi në maj dhe veçanërisht në sezonin veror shfaqjet, koncertet dhe ekspozitat do të realizohen në terren në sheshet kryesore të qytetit.
Qendra Kulturore Vlorë organizon çdo muaj një sër aktivitetesh të larmishme. Angela Kaplani, drejtuese e kësaj qendre, thotë se aktivitetet kanë nisur prej fillimit të muajit, ku përfshihen në këtë kalendar të shpalosur aktivitetet e Bibliotekës së Vlorës, Muzeut Historik dhe Etnografik, Kinemas Verore si dhe Teatrit të Kukullave. Drejtuesja e Qendrës Kulturore pohon se është thuajse gati premiera më e re e Teatrit të Kukullave. Sipas Kaplanit, të premten orën 19 do të çelet një tjetër ekspozit me fotografi në Galerinë e Artit. Është për disa të muajit radhas, Qendra Kulturore paraqet një kalendar gjithmujor ku përfshin eventet e bibliotekës, eventet e Muzeut Historik Etnografik dhe aktivitetet që zhvillon Qendra e Kulturës, Galeria e Arteve, Kinemaja dhe Teatri Kukullave. Muaj prill është një muaj i mbushur me evente kulturore. Ne kemi startuar tashmë, jemi në mes të muajit. Së shpejti kemi premierën e re të Teatrit të Kukullave, që titullohet Ku janë ëndrat. Xhaxhi Edi, Xhaxhi Erioni dhe Kukullat kanë punuar tej masë shumë, që kjo premier të vi sa më e bukur dhe të jetë sa më afër fëmijëve. Me këtë rast doja t'ju ftoja të gjithëve në datën 17 të ndjekim premierën e re të Teatrit të Kukullave. Ne kemi dy aktivitete, siç është ekspozita në Galerinë e Artit, është një ekspozit e Roland Harizi dhe Eda Mullaj, që do të prezantohet ditën e premte në orën 19. Prandaj ju ftoj të gjithëve që të vini dhe ta ndjekim së bashku. Por nuk do të mbetet me kaq, pasi Kaplani konfirmon faktin se aktivitetet do të vazhdojnë të jenë të shumta edhe për gjatë muajit prill, si dhe në muajt që do të vinë. Drejtoria e Qendrës Kulturore shprehet e kënaqur me pjesëmarrjen e deri tashme në të tilla aktivitete. Ne kemi brenda këtij muaji, jo në muajin të vijim, brenda këtij muajit kemi edhe 4 filma që do të shfaqen në Kinemanë e qytetit. Janë 3 filma italian, kjo është një bashkëpunim i Diskonsullatës Italiane dhe Bashkisë Vlorë, si dhe një film shqiptar që është hedhur në kinema së fundmi. Pjesëmarrja në Kinemanë e qytetit ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Pjesëmarrja në Galerinë e Arteve, në të dyja sallat e galerisë, siç është salla e pikturës dhe salla e skulpturës, ne kemi pasur shumë evente në këtë galeri dhe patjetër që pjesëmarrja ka qenë e konsiderueshme. Ne mundohemi akoma për më shumë dhe jam e bindur që do realizojmë. Prilli është muaji i fundit ku aktivitetet do të zhvillohen në Pallatin e Kulturës Labëria, pasi Angela Kaplani thotë se në maj dhe veçanërisht në sezonin veror, shfaqjet e Teatrit të Kukullave, koncertet festive dhe ekspozitat me fotografi do të realizohen në teren, duke u shpalosur në sheshet kryesore të qytetit. Duke qenë se jemi dhe në prag të sezonit turistik, Qendra e Kulturës do të vijojë me aktivitetet edhe në ambientet e jashtme të qytetit, kjo për të qenë më afër qytetarëve dhe turistëve të huaj. Do të startojmë me datën 29 prill, që është dita botërore e dancit. Jemi duke përgatitur në bashkëpunim me shkollat e qytetit, me kurset e qytetit të Vlorës në zhanrin e kërcimit për të bërë një spektakël në parasheshit flamurtarit. Ndërkohë, në muajt në vijim, ne do të jemi sa më afër qytetarëve, siç e thash pak më parë, edhe me Teatrin e Kukullave dhe me koncerte të tjera argëtuese. Jo vetëm gjatë muajit prill, por edhe në 3 muajt e mëparshëm të vitit 2026, Qendra Kulturore Vlorë ka organizuar një sër aktivitetesh me tematika dhe lloje të ndryshme, të cilat kanë përfshirë çdo moshë. Shkolla Abido Seiko në Konispol është transformuar plotësisht në kuadër të programit të investimeve publike 2025-2026, që synojnë përmirësimin e kushteve për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Duke ndarë pamje nga kjo shkollë, kryeministri Edi Rama thotë se është investuar në ambientet mësimore, por edhe në krijimin e infrastrukturës sportive. Shkolla Abido Seiko në Konispol është transformuar plotësisht në kuadër të programit të investimeve publike 2025-2026, që synojnë përmirësimin e kushteve për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Kryeministri Edi Rama ndau pamje nga kjo shkollë, ku është investuar në ambientet mësimore, por edhe për krijimin e infrastrukturës sportive, duke përfshirë ndërtime ose rikonstruksionin e tereneve për aktivitetet fizike. Fal këtij investimi, shkolla është pajisur ashtu edhe me sistemin modern të ngrohjes, ndërsa janë bërë ndërhyrje edhe për rritjen e eficiencës energjetike të godinës. Investimi ka krijuar një mjedis më të përshtatshëm për procesin mësimor, veçanërisht gjatë sezonit të dimrit, duke reduktuar kostot e energjisë për institucionin. Kjo ndërhyrje vlerësohet si një nga më të rëndësishmet për përmirësimin e standardeve të arsimit në zonën e Konispolit, si dhe për rritjen e cilësisë së jetesës në komunitetin lokal.
Ndalemi tek rendi ku 2 persona banues në Shija kanë rënë në prangat e policisë së Vlorës për shitje të lëndëve narkotike në doza. 26 dhe 33 vjeçari u kapën në aksin rrugor Novosel Vlorë, ndërsa gjatë kontrollit blut sekuestruan 16.9 gram lëndë dyshuar narkotike e llojit kokain, 4 aparate celular dhe automatik. Policia e Vlorës ka goditur një rast të shitjes së lëndëve narkotike duke arrestuar 2 shtetas bashkëpunëtor në këtë veprimtari kriminale. Gjithashtu janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale lëndë dyshuar narkotike llojit kokaine ndarë në doza, 4 aparate celular dhe një automjet. Në vijim të punës intensive për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale, shërbimet e policisë kanë ushtruar kontrolle në disa zona të qytetit dhe në akse rrugore, si rezultati të cilave është goditur një rast i shitjes së lëndëve narkotike. Specialistët për hetimin e krimeve gjatë kontrollit të ushtruar në aksin rrugor Novosel Vlorë kanë ndaluar një automjet Volkswagen me drejtues shtetasin BK 26 vjeç dhe pasagjer shtetasin LÇ 33 vjeç, të 2 banues në Shijak Durrës. Gjatë kontrollit të automjetit janë gjetur dhe sekuestruar 16.9 gram lëndë e dyshuar kokain e ndarë në doza. Gjithashtu në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar 4 aparate celular dhe automjeti. Në përfundim të veprimeve procedurale, 2 shtetasit u arrestuan për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve e kryer në bashkëpunim. Materialet procedurale ju referuan prokurisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme. Policia e Vlorës njofton se gjatë 24 orëve për të tjera vepra të ndryshme penale ka vënë në pranga 3 shtetas, duke nisur procedimin penal për 5 të tjerë, nga Vlora dhe Saranda. Specialistët për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës kapën dhe ndaluan shtetasin në kërkim DM 24 vjeç banues në Vlorë, të cilin gjykata e Vlorës e ka dënuar me 2 vjet, 10 muaj dhe 28 ditë burgim për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Komisariatin e Policisë Saranda arrestuan në flagrancë një 30 vjeçar banues në Korçë, pasi në vendin e quajtur Gjiri i Hartës nuk u ish bindur urdhit të punonjësve të policisë për të ndaluar automjetin. Pas ndalimit rezultoi se ai e drejtonte automjetin pa leje drejtimi. Specialistët e stacionit të policisë Konispol arrestuan në flagrancë një 30 vjeçar banues në Krujë, pasi në fshatin Shkallë gjatë kontrollit fizik u gjet një sasi lëndë e dyshuar narkotike kanabis sativa, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 26 vjeçar banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka trafikuar nga Spanja një motomjet. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit në X 52 vjeç banues në fshatin Risili, pasi në një objekt që ai kanë përdorim është konstatuar lidhje e palishme e energjisë elektrike. L 52 vjeç banues në Vlorë, pasi ka kallëzuar një shtetase se ai e shqetëson vazhdimisht nëpërmjet celularit. JQ 36 vjeç banues në Itali, pasi ka kallëzuar ish bashkëjetuesi i tij se ai i dërgon në mënyrë të vazhdueshme mesazhe fyese në celular. Ndërkohë rreth orës 8:40 të mëngjesit në afërsi të fshatit Kuç, ja përplasur automjetet me 2 drejtuesit, një 75 vjeçar dhe një 55 vjeçar banues në fshatin Gumenic dhe Qeparo. Si pasojë janë dëmtuar le 2 drejtuesit e automjeteve dhe 2 pasagjerët që ndodheshin në një prej automjeteve, të cilët janë transportuar në spitalin rajonal të qytetit të Vlorës për ndihmë mjekësore. Materialet procedurale për gjitha këto ngjarje ju referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme hetimore. Rikthehemi me turizmin, ku ekspert udhëtime është në të përditshmen britanike Mirror, midis 4 destinacioneve të nxehta dhe të lira, në vend të parë rendisin Shqipërinë, që sipas tyre ja vlen të vizitohet në muajin maj për pushime pranverore, duke shmangur çmimet e larta gjatë pikut të verës. Ekspert udhëtimesh renditin 4 destinacione të nxehta dhe të lira që ja vlen të vizitohen në muajin maj për pushimet pranverore, duke shmangur çmimet e larta gjatë pikut të verës, në një artikull të botuar në të përditshmen britanike Mirror. Me 2 ditë festa zyrtare, shumë britanik po kërkojnë të shfrytëzojnë pushimin për të udhëtuar për një fundjavë të gjatë në kërkim të diellit të garantuar, gjë që nuk është kurrë i sigurt në Britaninë e Madhe. Duke patur parasysh këtë element, renditen 4 vende që duhen rezervuar vërtet: Shqipëria, Dalmania, Çiproja dhe Malta. Maji është një nga muajt më të mirë për një motë ngrohtë dhe me çmime të përballueshme. Gjithashtu, Britania e Madhe aktualisht është në sezonin e ditëve të pushimit, kështu që turistët britanik mund të zgjasin pushimet e tyre pak më shumë, shkruan Mirror.
Ekspertët thonë se zgjodhën diçka pak më ndryshe këtë herë, duke e renditur Shqipërinë në vendin e parë. Vendi vogël ballkanik krenohet me bregdete të gjalla dhe histori e kulturë të pasur. Ka shumë kështjella dhe vende arkeologjike, si dhe mundësi për ecje në natyrë dhe plazhe mesdhetare të qeta, e jo të mbushura me vizitor. Në një mënyrë apo tjetër, Shqipëria po bëhet një destinacion në radar, pasi këtu keni një bregdet që duket si Krishtia, por çmimet janë relativisht ulta, sipas ekspertëve. Në muajin maj do të ndjeni rahat me temperatura rreth 20 gradë Celsius, me motë të ngrohtë dhe me diell, dhe më e rëndësishmja, nuk ka shumë vizitorë atje sipas tyre. Për një pushim të shkëlqyer dhe të lirë në plazhin evropian, që është gjithashtu një perle e fshehur, Shqipëria është destinacioni më i përballueshëm për pushime në fundjavë. Ju rekomandoj ta vizitoni sa më shpejt të jetë mundur, përpara se vendi të zbulohet nga shumë turist e të mbipopullohet vitin tjetër, përfundon shkrimin Mirror. Dalemi tek sporti, flamurtarin basketball për femra hedh një hap të sigurt drejt finales së play-offit për titullin kampion. Në ndeshjen e parë në gjysmëfinale të luajtur në Vlorë ndaj Studentit, ekipi vlonjat ka fituar bindshëm me rezultatin 81-51, duke treguar qartë diferencën në cilësi dhe formë mes dy skuadrave. Flamurtari hedh një hap të sigurt drejt finales së play-offit për titullin kampion në basketball për femra. Në ndeshjen e parë, gjysmë finale të luajtur në Vlorë ndaj Studentit, ekipi vlonjat ka fituar bindshëm me rezultatin 81-51, duke treguar qartë diferencën në cilësi dhe formë mes dy skuadrave. Në takimin e zhvilluar një ditë më parë, flamurtari dominoi plotësisht ndeshjen që nga minuta e parë, që në periudhën hapse vlonjatet krijuan një avantazh të konsiderueshëm, duke e vendosur praktikisht fatin e ndeshjes shumë herët. Loja organizuar mirë në sulm dhe mbrojtja e fortë i dhan mundësinë trajnerit të aktivizojë dhe lojtarët e rinj, të cilët përfituan nga ky takim për të marrë minuta të vlefshme në parket. Ndeshja u mbyll me një diferencë të thellë për 30 pikësh, që e bën flamurtarin favorit absolut për të siguruar kualifikimin në finalen e madhe. Takimi i dytë gjysmëfinal pritet të luhet ditën e shtunë, ku skuadra vlonjate synon të mbulosë përfundimisht kalimin në finale pa shumë vështirësi. Titulli kampion mbetet kështu objektivi kryesor për flamurtarin në basketball për femra këtë sezon, një edicion ku skuadra ka regjistruar vetëm fitore dhe ka treguar një dominim të plot ndaj kundërshtarëve. Në finalen e play-offit, flamurtari pritet të përballet me fituesin e çiftit Partizani Tirana, një përballje që premton spektakël dhe rivalitet të fortë për kurorën e kampiones. Përshëndetemi bashkë, faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.